Ju përshëndesim dhe njerë kësa here nga këndu i negatimit. Mirëmëngjesi zonja Vjolca. Mirëmëngjes. Dhe çfarë do t'i kënaqësh sot Anvisa? Dje nuk ngeli njëri pa e komentuar tortën, duke më pyetur edhe mua, edhe të ftuarën që kishim. Ishte vërtet shumë e shijshme dhe e veçanta ishte që nuk të velte, nuk ishte atë shumë ëmbëlsi. Ishte gjithë sekreti që nuk ishte shumë sheqer. Dhe brumi në mes ishte shumë i këndshëm. Që ne kemi nisur mbar me gatimin. Tash të bardh me faqe të bardh. Na ndihmov Zoti deri në fund. Atëherë përshëndesim të gjithë anvisat, mirë se erdhët në emisionin tonë dhe sot kemi vendosur të bëjmë shishebap pule me një marinim të veçantë dhe të shoqëruar me oriz, me karrota dhe kajsi. Karrota nuk është nevoja, kemi folur dhe herë të tjera. Për vlerat ushqyese që ka. Po, sa më shumë lexojmë, kalojnë ca ditë, vazhdojmë lexojmë, shtohet edhe nga një element tjetër, sepse studimet nuk stopojnë një ditë, po vazhdojnë dhe vazhdojnë. Më falë që të ndërpresin e gjithmonë sjellim përbërës, që i komentojmë përsa i takon vlerave ushqimore që ka në organizëm, ato vlera që ne duhet i marim, por sigurisht që do sjellim dhe anën tjetër, apo jo? Ato armisht po përmes insertit, jo duke i gatuar, se sigurisht po patjetër. Kështu që gjatë gjithë kohës televizive të gatimit, ne do të sjellim dhe materiale të përditshme, në mënyrë që edhe Anvisa të mësojnë gjithçka që të marrin informacionin e duhur për shëndetin e tyre. Po unë desha të them vetëm diçka që midis të tjerave, beta-karotin që është prezent më tepër se gjithkund te karrota, është shumë e pasur me vitamina A dhe që mbi të gjitha ka fuqi antioksiduese të mrekullueshme, por na ndihmon për syt, na ndihmon për plakjen, këto që më interesojnë mua. Të tjerat mund t'i thuash ti. Jo, doja sikur ti kishte ai shumë qef edhe goca, se nuk mi ha shumë. Po, goca shumë mirë, syt njëri për njëri ka të gjitha në rregull. Por mosha ime, unë mendoj që duhet ta kemi prezent në tavolinë. Dhe unë sot e kam prur orizin, jo që të dominoj orizi, por të dominoj më tepër karrota. Do me thënë, orizi do jetë aksesor, pa tjetër dhe 150 gram, 100 gram, sa të keni mundësi ju, kajsi të thata, dhe këto luftojnë shumë plakjen, pak gjalp, vaj ulliri, do të bëjmë një oriz, dhe në fund fare do të hedhim një tuf qep, të bardha dhe të jeshilet së bashku, por që do t'i hedhe 5 minutë në fundit së bashku me kajsit. Do të përdorim një koncentrat pule me 400 ml ujë për arsye se kemi vetëm 200 gram. Edhe orizi që nga i holl, nga këto kokër holl. Duhet theksuar që për këtë recetë përdoret oriz kokër gjatë. Atëherë, pjesët tjera, siç janë salca e specit, e shoqëruar me pak prevede, kajsie, trazohen bashk me pak krip dhe absolutisht nuk do të keni shije të ëmbël, vetëm mbasi ne të kalojmë shishebapin që do ta marinojmë me krip dhe piper dhe pak gjalp këtu. Atëherë në fund fare do të japim atë pjesën që do të marrin ngjyrë dhe shije gati si të karamelizuar. Dhe lezetin besoj se dhe ky kombinim ja jep. Po patjetër që ne zakonisht Anvisa dhe ka kombinime për pulën me dhitra, për mos me thënë me qindra, salca që i sajojnë vetë që komplet e ndryshojnë shijen. Shefat ose guzhinjerët ose Anvisat në mënyrën dhe shijen e tyre që i japin një shije të veçantë, ato që pëlqej unë ose pëlqen tini. Atëherë fillojmë me punën. Për të marinuar pak mishin, do të presim fillimisht mishin në kubik të mëdhenj, jo të vegjël. Dhe do të lyejmë pastaj shkopinjt, patjetër që duhen dhe shkopinjt shishebapi, ose nëse nuk keni shkopinjt shishebapi, me një stikadent pule mund t'i vendosni vetëm në porcione të vogla. Këto do jenë thjesht në përmasat e shisherbapit që gatuat. Po, mishi i larë dhe i tharë, nuk duhet jetë me ujë, ju e pat vetë që unë isha duke e tharë mishin në një tas, do të hedhim këtu mishin, e bëjmë këto si punë para pregatitore. Ja. Të gjitha këto do të ka urdisen pak, besoj do t'i marinojnë fillimisht edhe do piqen aty të... Po, do t'i vendosim në shkopinj, dhe hidhi dhe pak piper të ziniki. Mbaroj pjesa e mishit. Që t'i japim qikot të marinohen mirë. Dhe kemi thënë disa herë në fakt që sa më shumë minuta orë të rinë të
të marinohen? Bravo, aq më të shishme do të bëhen. Jo në kubik shumë të vegjël, por mund të jetë pak më të mëdhenj. Mund të mendojnë anvisat edhe një plan afatgjat, mund të vendosin që në darkë në frigorifer? Pse jo, edhe ato mund të bëjnë. Në frigorifer, mishit jetë i tharë veç, jo me... I tharë, për shumë dhe mësojnë recetën sot, e përgatisin në mbrëmje, vendosin në frigorifer dhe gatuajnë nesër, për shumë, ose vendosin që në drek për të gatuar për darkë. Është një recet e lehtë, nuk kur është ta vendosim në frigorifer, pa tjetër nuk duhet jetë në kontakt me ajrin, por duhet të jetë, është e domosdoshme që të jenë të mbuluara me letër telefoni. Atëherë hedhim dhe piperin e zi. Mbasi nuk do të hedhim vaj tek tigani, do të hedhim këtu vaj ulliri. Dhe kaq ishte pjesa e marinimit. Ja, i lëm këtu dhe kemi punë me këto në një kohë pak më të vonshme. Tani, në një tigan, do të fillojmë të gatuajmë orizin. Fillimisht, do të hedhim vaj ulliri. Po. Ndërkohë edhe përbërësit për t'i ardhur në ndim vazhdimisht anvisave, edhe pse ne i përmëndëm, i thamë, zonja Vjolca i përmëndi për shkak të recetës, i kemi të vendosura dhe në menun tonë, kështu që gjatë gjithë kohës do t'jenë të sinkronizuara edhe teorikisht edhe praktikisht me recetën. Po, vetëm vajin e kam lënë në fund, për arsye se është kryesori, por nga që është në sasi shumë të vogël, të gjithë përbërësit pastaj i kam të vendosur si pas radhës. Fillimisht, sa po vaj të ngrohet, ne do të hedhim karotën. Karota dojnë qiko për të zjerë. Kemi thënë këtë dhe kur kemi gatuar supa të ndryshme apo gatime, do të hedhim karotën dhe do të kaurdisim karotën për pak minuta, duke lënë pothuajse si në avull. Të them të drejtën, unë kam konstatuar në recetat të ndryshme, jo ne shqiptarët, po arabët. Orizin e shplanin dhe e linin pothuajse në ujë, sidomos këtë kërgjatë. Po unë kam dëgjuar që me të shpëlar i humbasin ato... Bravo, ato e lishin dhe në ujë, nuk e di arsyen, dhe nuk mund të flas kot. Dhe e shplanin për t'i dhënë orizit, për t'a lënë orizin sa më kokë. Dhe unë provova sot, e shplava, dhe si që shikoni, orizi pothuaj se është i shkrifët. Ato ma dje lishin në ujë dhe një orë, po unë nuk do t'a përdor drejt në emision këtë loj. Të eksperimentojmë. Pa e provuar njërë në shtëpi. Atëherë do t'i lëm karotat edhe pak. Kemi mundësi ne që të falenderojmë pak bashkëpunëtorë dhe të rikthemi, mund të shkëputemi tani me të lejen e zonjës Vjolca. Kemi një publicitet shumë të shkurtër, si gjithmonë në shenjë falenderimi për gjithë sponsorët e emisionit Vila 24, do të rikthemi për të vazhduar me receta. Sot po gatuajmë shish kebab kule me karota, oriz edhe me kajsi. Jemi në punë e sipër apo jo zonja Vjolca, kemi pritur anvisat. Tani unë kaurdisa pak fare. Pash deri sa pothuaj se të bëjnë si në avull, karotat. Këtu do të hedh orizin. Do t'i trazoj së bashku. Dhe më pas do të hedh, ju e dini që masa është 1:2, por në temperaturë të ullët do të hedh 400 ml ujë. Po. Në temperaturë mesatare. Po. Për të zjerë orizin e kemi fjallën në fjallë. Jo që të zjej në një temperaturë shumë të lartë, edhe thash kam bërgati në bastuna dhe në 2-3 cm, pjesën e qepës të bardhën dhe jeshilën së bashku dhe bishtat, dhe tani do të pres në copëzat të vogla, kajsit nuk bëhet fjalë për një gatim të ëmbël, komplet gatimi është i kripur, ju kur ta provoni dashijoni, por kajsia do të japi një shije të veçantë. Tani do të më mbushësh pak ujë Niki. Ujë të ngrohtë, të nxehtë. Do të përdor, ju e dini shumë mirë që një bustin koncentrat, knor, mund të shkrihet në 500 ml ujë. Atëre do t'i hedh koncentratin, do të hedh ujin fillimisht, po. Mund ta shkrim veç, por mund të shkrihet edhe këtu, se shkrim për njerë, nuk ka problem. Më vonë do ta provojmë për pak krip, si është shija, por unë mendoj që kripa do t'jetë mjaftueshëm.
nuk është e rekomandueshme që të konsumojmë shumë krip, por ndonjëri që e ka shumë qef, mund të shtoj vetë krip më vonë. Dhe tani vendosim kapakun. Thash, e them edhe një herë, për ndonjë që sapo ka hapur televizorin, në 5 minutin e të fundit do të hedhim kajsit, që unë tani më do t'i pres në copëza të vogla, dhe gjithashtu dhe qepët. Pra, gjithsej do t'a lëm 14 deri në 18 minuta, dhe në minutën e 13, thash, do të hedhim këto. Ndërkohë, se mund të ndërpritemi, unë do të lyej pak shkopinjt me vaj, dhe do të shkoj, do të përgatis shishje bapët, që me njerë kur të dalin. Që gjithë kohës që do t'jemi të ndërprerë, do të merë me pjekjen e tyra, apo jo? Do t'i shkoj, po, dhe ndoshta do filloj që t'i pjek, po. Po mirë, këto 2 pjesë të tjera që nga kanë betur, t'ja shuajmë kuriozitetin anvisave? Ja shuajun kuriozitetin tani anvisat, ma di këtë do t'a bënim këtë punë edhe direkt. Për salcën e specit edhe për preveden e kajsis. Po. Se si do të bashkojnë dhe ku do të përdoren e kam fjallën. Këto do të përdorin ke pjesa e mishit. Dhe mishi, është për mishin, pa jo për orizin. Kjo është salcë speci, jo salcë domate. Do të hedhim këtu edhe një luk tjetër, që nëse na të pronë mos ta... Ja, 1 ose 2 lug prevede, kajsie, 1, ja dhe një tjetër, 2, këto i hedhim përsëri tek. Du të kenë anvisat shumë kujdes që luga që përdoret qoftë në salcë apo në një reçel, gjithmonë duhet jetë e thatë. Se në rast të kundërt, do t'i hedhim përsëri, ato janë të pastra, hedhim përsëri tek kavanozi. Nëse do t'ishte luga e lagur, atëherë ato do t'zinin myk. Tani këto të dyja, do t'hedhë shumë fare pak krip. Ja se i heq unë. Tashmë anvisat duhet ta mësojnë në tryezën e tyre këtë rastin kur ne përdorim edhe në ëmbëlsirë edhim krip, edhe në gjellë të ndryshme mund të përdorim shije të ëmbla, por që sigurisht që përfundimi nuk është i ëmbël, edhe në gjellë të ndryshme. Po, këtu në një tigan të vogël. Dikur nuk i përdornim kështu, apo jo? Jo, nuk i përdornim kështu. Tuk eshe sikur në shumë të shia. Kur bëhet fjalë për ke salca, sidomos ke salca e domates, është domosdoshme kripa për arsye se ul aciditetin e domates. Po, e neutralizon. Tani në një tigan, unë do të shkri pak gjalp, dhe aty do të hedh edhe një lug gjalp. Këtu tek sa bashkimi salca. Anvisave u them që nuk do ta trazoj këtë pjesë që tani se me, po t'ishte ashtu, do ta vendosja, do t'i marinoja këtu. Do t'i pjek, dhe mbasi t'jen pjekur, do t'i lyej me një furçe. Me këtë lloj salcë. Me këtë lloj salcë, po. Do t'i lë në tigan, aty edhe një 3-4 minuta, derisa të filloj të marrë atë ngjyrën dhe shkëlqimin të bëhet si e karamelizuar. Dhe ka një shije të mrekullueshme. Jam e sigurt për këtë. Kështu që do të lexoj edhe një herë përbërësit unë Zonja Vjollca, para se të shkëputemi dhe të rikthehemi më pas për anvisat bashkë me përfundimin e recetës. Shish kebab, pule me oriz, karrota dhe kajsi është receta për ditën e sotme, receta e parë, po i lexoj qëndroni të vëmendshme për t'i shënuar përbërësit. 500 gram karrota, 200 gram oriz kokërgjat, 400 ml ujë, një koncentrat pule, një tufë qep të njoma, 400 gram kajsi të thata, 500 gram fileto pule, krip, piper i zi, 2 luggjelle salcë speci, 2 luggjelle gjalp, 1 ose 2 luggjelle marmalat kajsie, prevedeja që ne e përdorëm. Përbërësit e fundit janë për t'i lyer pra pikërisht shish kebabin në fund fare. Si kundër e shpjegoj tashmë Zonja Vjollca. Po, këtu unë po shkri gjalp, dhe gjalpin do të hedhim një lug gjalp, këtu një lug gjalp atje. Gjalpin në oriz, mund të hidhni dhe kështu si që është, në fund fare, në atë 5 minutë që në fundit ku ne do të hedhim. E shkëlqen kokrën e orizit. E shkëlqen, e bën më kremoze, po. Ndërsa, aty do të hedhim gjalpin të shkrirë, është pjesë e shijes, ose mund të hedhni nëse doni më tepër aromë gjalpi, mund të hedhni gjalpin dhe të shkrirë. Çështje preferencash e bravo, është çështje preferencë. I duhet një 10 minutë me patjetër orizit nga momenti që ne po flasim për të zjerë, kështu që nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të shkëputemi për t'u takuar sërish në pjesën e dytë. Kemi një tjetër recetë, sigurisht kemi dhe materiale këshilluese për ju, na ndiqni. Jemi rikthyer në këndin ton të gatimit, në pjesën ton të dytë, për të përfunduar sigurisht recetat që kemi menduar për anvisa ditën e sotme. Zonja Vjollca shpjegon se çfarë kemi bërë gjatë kohës që atëherë unë s'kam bërë asgjë përveç se kam shkuar në shkopin e shish kebabit copat e pulës së marinuar dhe i nxeha tiganin dhe me vajin që ato kishin vetë janë gatuar. Tani këtu kam
salcën e specit, kam prevedene kajsis dhe një lugë gjalp të shkrirë. Do t'i lyej dhe do t'i lë këtu dhe për 3-4 minuta, ja 5 minuta, jo më shumë, dhe pastaj do të servirim. Ndërkohë, i them Andisave që orizin në 5 minutë në fundit, thamë që do të hedhim kajsit të prera në kubik dhe qepët në bastuna deri në 2-3 cm. Atëherë dhe orizi është gati, e kthejmë një qik i lyej mirë, këto. Dhe mbetet shia, komplet e salsës e përgatitur. Po, pa tjetër. Ja, këto bashkë me aromën dhe jam pjekur goxha, nuk e ndjen aromën, aroma ndjehet. Ndjehet aroma. Ndryshoj më njëherë se është gjalpi, që në kontakt me preveden e kajsis. Nuk e lë që të nxihet, por vjen vetë fjera karamele, Po. Ja. Gjithçka këtu është gati, përfundoj. Ndërsa këtu, po këto përbërësit e tjerë që bëjmë një salat me, keni thënë që legumet ne mund t'i konsumojmë në çdo stin të vitit, për arsye se janë të pasura me fibra në mënyrë të veçantë si thjerëzat dhe fasulet dhe na bën shumë mirë për shëndetin. Unë tani këtu kam prerë pak majdanos, kam vendosur dhe një 2 gjethe rukola, do vazhdoj të pres përsëri majdanos. Majdanozi na bën aq mirë për tensionin dhe qarkullimin e gjakut, sa që provojni dhe do të më kujtoni. Tani, se që kishe për të më thënë, mbasi ta pres do ta vendos në formë rrethore te kjo pjata. Por isha shumë kurioze, se në pjesën e parë më thej që janë ca ushqime që na bëjnë dëm për shëndetin. Po, vërtet, janë ato të quhen armiqt e shëndetit ton, sepse gjithmonë flasim për miqt, ushqimet që na bëjnë mirë, që gjithmonë i përmendim dhe ju rekomandojmë Andisave, por janë edhe disa ushqime të tjera, zonja Vjollca, që e dëmtojnë veçanërisht trurin dhe që nuk duhen përdorur shpeshherë, edhe pse mund të jenë të preferuar të disave. Kështu që përmes këtij materiali do t'ju japim disa këshilla të tilla, në mënyrë që dhe ju t'i respektoni, të mos dëmtoni shëndetin. Është një material shumë i shkurtër, do të rikthehemi, pastaj vazhdojmë me recetën apo jo. Ndërkohë çfarë duhemi duke përgatitur sallatën, do përgatisim. Sallatën, unë i kam bërë gati, do pres në kubik, edhe pak djath, edhe do shtrydh pak limon. Okej, materiali rikthehemi shpejt. Mendje e shëndosh në trup të shëndosh, thot një shprehje latine. Sot shkenca konfirmon se shëndeti i mendjes son varet nga disa faktorë fizik, ndër të cilat më të rëndësishme së bashku me aktivitetin fizik dhe ushqyerja. Të skuqurat. Të parat që do të vinë në akuzë janë të skuqurat. Natyrisht që më të dëmshme janë produktet e paketuara si patatinat, por edhe në shtëpi ju këshillojmë të evitoni ushqimet e skuqura. Gjalpi. Mbi buk, në biskota apo thjesht për t'i dhënë shije një pjate me perime, gjalpi i pëlqen pothuajse të gjithëve. Por pikërisht përmbajtja e lartë e yndyrës së ngopur e bën atë fajtor për rritjen e kolesterolit të keq në organizëm. Por kjo s'do të thotë se duhet eliminuar nga menuja jon duke hequr dorë dhe nga ana pozitive e tij, i pasur me vitamin A dhe D. E rëndësishme është të keni kujdes në sasi. Kripa. Një tjetër ushqim që duhet përdorur me kujdes është kripa. Nëse ajo përdoret shumë, rrezikojmë në rritje të presionit të gjakut, një faktor i lartë rreziku ky për goditje në tru. Edhe pa shkuar në pasoja kaq ekstreme, sipas disa studimeve, kripa zvogëlon inteligjencën. Ndaj këshillohet zëvendësimi i saj për t'i dhënë shije gatimit me erza ose përdorimit të kripës së zezë. Alkooli. Nëse bëhet fjalë për një gotë whisky apo gotë bire, alkooli mund të jetë shkaku i dëmtimeve serioze në tru. Tek më të rinjt shkakton një masakër të vërtet në qelizat cerebrale, në çdo moshë tjetër, përdorimi i alkoolit shkakton humbje të përqendrimit, kujtesës, si dhe përshpejton plakjen e trurit. Mishi i kuq. Një tjetër ushqim për të cilin duhet të kemi kujdes në sasi është mishi i kuq. Nëse eliminojmë nga menuja jon, mund të shkaktoj lloje të tjera të dëmit të tilla si anemia. Por, nëse hani më shumë se një herë në javë, atëherë rrezikoni rritjen e kolesterolit të keq edhe merrni një sasi të tepruar të yndyrës së ngopur. Pasojat në tru nuk janë për t'u nënvlerësuar. Arteriet mund të bllokohen dhe funksionimi i sistemit nervor mund të preket.
Brumrat. Pa dyshim në listën e armiqve të trurit futen dhe brumrat, makaronat, puka, pica dhe të gjitha ushqimet e tjera me bazë mielin. Gjatë procesit të rafinimit, brumrat humbasin pjesën e tyre më të mirë, që përbëhet nga fibra, vitamina dhe minerale, ndërsa sheqernat mbeten të paprekura. Një menu e pasur me brumra mund të ndikojë në memorje dhe plakje të parakoshme të trurit. Kokoshkat. Gjatë një mbrëmje të ftohtë me shi, teksa qëndron në shtëpi duke parë një film, ato janë një opsion gjithmonë më popullor. Edhe sa shumë shijon ekrani i vogël me një tas kokoshka, por fatkeqësisht edhe kokoshkat në disa raste nuk janë miq të mirë të trupit ton. Ndër kokoshkat më të dëmshme janë ato që bëhen në mikroval, dhe ne ju këshillojmë që nëse nuk bëni dot pa to, atëherë përdorni mënyrën tradicionale të gatimit të tyre, në tigan, edhe pse kjo do t'ju hajë më shumë kohë. Ishe dakord me gjithë insertin, me gjithë përbërësit e tjerë që Shiko, me këto kokoshkat e me këto patatinat jam dhe unë shumë dakord, por ne nuk mund të shmangim gjalpin, por kryesore është që të përdorim në masën e duhur, se unë diku kam lexuar që gjalpin hapën shumë mirë dhe për kockat. Por gjithmonë asnjëherë duke e tepruar. Janë përbërës që ne i kemi në tryez, i kemi në frigorifer, por duhet jemi të rezervuar, ose ato që vuajnë nga kolesteroli, sigurisht duhet ta heqin në mënyrë kategorike dhe mund ta zvendësojnë shkëlqyeshëm me vajin e ullirit altis. Dhe që është edhe shija e garantuar. Dhe jemi brenda. Tani, në këtë kavanozin, do të hedhim një gjysmë limoni. Ky limoni pas ka pas shumë lëng, çik më pak. Po, vajin e ullirit. Okej. Krip dhe piper. Gjithë salca do të përdoret për pjesën e sallatës, sepse do të servirim tashmë të dyja pjatat e përgatitura. Ja dhe kripën. Fasulet mund t'i zjeni vetë, mund t'i merrni dhe të konservuara. Unë i kam zjerë vetë. Është akoma dhe më mirë nëse i kemi të freskëta dhe ja, salca është gati për një sekundë. Edhe kjo është U bën në trajtën e një kremi. Tani në qendër. Se vërtet e mban emrin sallat, por është një vakt i plot, duke qenë se ka fasule të brenda. Është një sallatë që mund të shoqërosh mish, çfarë të dëshironi ju. Tani në mënyrë rrethore do të hedhim pak kastraveca, jo shumë. Unë madje kam prerë çik më tepër se ç'duhet. Është pjesë e dekorit kjo. Ja. Domatet kemi dhe Domatet do të hedhim vetëm tulin e domates, pa ato farat, unë ja kam hequr dhe lëkurën. Ja. Pra gjërat më të zgjedhura, më të përzgjedhura. Ndërkohë në këtë formë ne kemi mësuar edhe përbërësit e sallatës, të cilën do ta përmendim edhe në fund, do t'i lexojmë përbërësit. Do mjaftonte një gjysmë domate, ose një domate me tul të mirë, një gjysmë kastraveci, pak djath, siç e pat ju, një gjysmë limoni dhe krip piper të zi dhe vaj ulliri, 3 tufa majdanos. 3 tufa majdanos, mund të vendosni edhe një dorë rukola të lartë, të tharë mirë, të grirë në mënyrë rrethore, dhe një filxhan çaj nga ato çaj, ose 2 filxhan kafeje, zjeni 3 filxhan, sa doni ju të bëni sallatë. Kjo sallatë jeni sigurt që menjëherë do të asgjësohet. Sa të kthej unë kurrizin, nuk do më lënë të lajduart. Tani mos i zbuloj të gjitha, sepse kemi edhe shishebapin për të ngrënë. Po, vendosim dhe pjesën e djathit, këtu. Ja, kështu. Mund të hedhim pak nane gjik. Këtu ke pjesa e fasules, e pranon dhe shumë e shishme. Edhe jep ato aromën karakteristike fasule, dhe kur zjenë pa që në salat, me në gjik janë do të shishme akoma. Brenda në fasule unë nuk do të vendos absolutisht asnjë gjë. Do të vendos vetëm salcën, që thash... Po. Me këto mbaruam, po i largoj që të sjellim edhe... Kryesisht e hedh anash.
tek pjesa e edhe pak në qëndër. Fasullet kur I kemi zjerë, janë zjerë vetëm me ujë, me shumë pak krip vetëm. Pa vaj, ta vendos një pjesë limoni dhe një qik nanogjik këtu. Ja, të gjej një gjethe më të këndshme. Okej. Ja. Kjo është salata. Kjo është salata me përbërësit që I përmëndëm. Do t'ja përmëndë edhe një herë tjetër në menun ton, por shifeni se si u realizua, është shumë e shëndeshme, kështu që mund t'a gatuani dhe ju në shtëpinë tuaj. Jemi tani gati për të nisur servirjen e pjatës së parë. Edhe këto janë piksur, kanë marrë ata aromën që donte zonja Vjollca me preveden edhe me... Provor se nuk të djeg, Niki, se unë duaj që në visa ta marim për shqipjen. Thjesht do doja po të shoja kuriozitetin e shijes. Nuk besoj se do jetë si kundër e the. Nuk ka marrë fare nga ëmbla. Absolutisht. Nuk është ëmbël, edhe pse ka kajsia brenda, edhe pse përsëri edhe shishebapët kanë pjesën e ja, kaq. Një mjafton. Kjo salat shkon shumë edhe me këtë pjatën tjetër, kështu që bashk me shish kebapin, bashk dhe me salatën, një kombinim perfekt. Kështu që sa t'i hedh një sy anvisa tona, sa t'i hedhim një sy menus ton, po I lexoj përbërësit dhe më pas bëjmë dhe mbylljen, sigurisht për ta provuar edhe për ta shijuar këtë gatim. Salata me fasule kishte në përbërje të vet 300 gram fasule të zjera, 3 tufa majtanos, 1 kastravec, 1 kokër domate, 100 gram djath, lëngu I 1 gjysmë limoni, vaj ulliri, krip, piper I zi. Te fasulet mund të përdorni edhe në ngjyra të ndryshme apo jo? Ngjyra? Fasulet e kuqe për shembull ato. Po si jo? Me lara. Mund të eksperimentojnë. Po zakonisht fasulja pllaqi është për sallata më tepër. Është për sallata më tepër dhe madje është ajo më e madhe që është se sa kjo kokra. A mund ta provojmë pak? Orizin kokër gjatë para se të mbyllim. Merë pjatën? Ti nuk do ta provosh apo e ke provuar një herë në shtëpi? Provova gjatë rrugës. Okej. Absolutisht që nuk është e ëmbël dhe është shumë e shijshme madje. Kështu që orizin që shoqërojnë anvisat, edhe kajsia ka ndryshuar shijen këtu. Po. E vure re këtë gjë? Sigurisht. Ajo është shumë pak dhe anon tani nga pjesa dominante që është orizi, qepa, karota, kripa, koncentrati knor që vendosën brenda dhe humbet komplet ajo pjesa e... Fantastike, kështu që po vazhdojmë ta konsumojmë dhe ti themi anvisave që sërish nesër do të kemi receta të tjera, po kaq të shijshme, sikundër ndodh çdo ditë, kështu që marrim edhe pak ujë fap, unë e hapa aq parë sepse ishte momenti I reklamave. Për ta mbyllur, në balkanu.com do t'i gjeni të gjitha recetat që përgatit zonja Vjollca, të hedhura me shpjegime për kasë dhe me përbërësit, kështu që mund të klikoni aty për të marrë gjithë informacionin e duhur të kuzhinës në rubrikën gatimi, përveç rubrikave të tjera që ju merrni për çdo ditë. Aty është dhe torta me ara kokos, si kundër e ndiqni, dhe karkalecat me speta domate që përgatitëm dje, apo jo zonja Vjollca. Po. Do të shkëputemi sepse tani do të flasim në këndin ton të bisedës. Kam mbritur tashmë edhe dietologja jon Rolina Nacho, rikthehet në mikesha jon në studion e Vila 24 sepse do të flasim prapë për ushqimin, do të qëndrojmë. Dhe pak a shumë unë jam këtë dietat, për arsye se karrota që unë kisha më tepër në këtë recetë nuk ka asnjë, ka shumë pak kalori, por ama ka fuqi dhe ka elemente që ne na bën të ndjehemi të ngopur. Se gjatë pushimeve donjëherë dhe e teprojmë. Kemi ngrënë më shumë mish apo ushqime më të rënda, nuk e kemi vrarë mendjen fare, kemi qenë pushime dhe nga ana e të menduarit se çfarë do të konsumojmë. Kështu që mund të kemi shtuar disa kilogram më tepër, si do të kujdesemi për trupin ton, për linjat tona trupore pas pushimeve. Shumë këshilla dhe rekomandime do të na jap Rolina Nacho, kështu që takohemi pas pak së bashku në këndin e bisedës bashkë. Jemi nesër zonja Vjollca, falenderoj. Mirupafshim. Mirupafshim.